Në parë, dytë edhe është e treta e fundit. Pasi që të dakordohemi për të gjitha, mandej dakordohemi për ndarjen e përgjegjësive. Këto kohë ka qenë dy kërkesa. Kërkesa e parë, emocionet e kolegëve tonë, bashkë veprimtarëve, bashkë patriotëve, o mbyll sot në Kuvend, në një atmosferë kolegiale dhe të punës, ashtu siç dhe LDK-ja, paqësore, dorushme, miqësore me njëri tjetrin dhe ky kapitull tash është përfundu. Nesër mëngjes kryetari i LDK-s i rikthen autorizimin që kërkesa e dytë që është paqë e rëndësishme për bashkëpunim dhe përfundimisht thyrjen e këtij çarku të mbyllur politik në cilën ka hyrë Kosova, të ndihmon, të ndikon, të angazhohet në përfacimin e interesit të Republikës, të qytetarëve edhe të LDK-s. Dhe nga nesër e tutje natyrisht që duhet në mënyrën e njëjtë, sikur edhe sonte, me përballu edhe përmbushjen e kërkesës dytë. Kjo nuk do të varet vetëm prej neve, natyrisht, por ne do të jemi sikur gjithmonë kontribut dhënës politik në interes të agjendës për Republikë. Kjo është kërkesa dytë, zoti Aziri, është bashkëqeverisja me vetëvendosjen? Bashkëpunimi. Në tri parime që i kemi thonë tash në kohë, parimi i parë që duhet kemi marrëveshje për të gjitha ose për asgjë, kjo është më e rëndësishme. Pika dytë, kriteri dytë, jo më pak e rëndësishme është agjenda shtetërore, politika sektoriale, programet qeverisë, interesi i Republikës, do të më përballu, sepse Kosova ka agjendë të rëndë, tash 2 vite e gjysmë nuk është punu në këtë vend, nuk është përballu asnjë proces, asnjë situatë, dhe e treta e më pak e rëndësishme i bie mandej konform këtyre dy të parave është ndarja e përgjegjësive. Aty ku secili e merr rolin, e merr edhe përgjegjësinë. Dhe kjo duhet më bënë një marrëveshje e bashkëpunimi. E kundërta LDK-ja shkon edhe shkakton procese, nuk ka opcion tjetër. Ne do të shkaktojmë andaj procese në cilën shtyjmë agjendën e Republikës. Kandidat për president ju nëse ka marrëveshje? Para 3 orë isha kandidat për kryetar LDK-s. Ju kallëzova që kjo punë nuk funksionon kështu në LDK, as të unë mas paku. Si funksionon ndarja e posteve nëse keni koalicion? Vesa shpjegova, hapin e parë, dytë edhe është e treta e fundit. Pasi që të dakordohemi për të gjitha, mandej dakordohemi për ndarjen e përgjegjësive. Aty ku LDK merr përgjegjësi, mandej ja dafton emrat, por LDK nuk punon për një emër, LDK punon për procese. LDK nuk kushton për emën të përveçëm, LDK kushton proces politik. LDK kushton vetëm agjendën zhvillimore të Republikës dhe interesit të Republikës, por jo për asnjë emën të përveçëm edhe emri jam aty është sigurisht. Keni thënë që nga zyrat e LDK-s kalon emri i presidentit, a do të heqni dorë apo jo për këtë post? Jo vetëm i presidentit, çdo proces i madh në Kosovë as nuk shkaktohet, as nuk mbyllet pa LDK-n. Kjo po tregon edhe sonte, edhe nesër. Edhe është mirë edhe partia e parë, partit tjera që e kanë provu, sepse jo rastësisht ata dojnë me punu veç me neve. Kam bashkëpunu veç me ne, edhe gjithë kërkojnë me bashkëpunu edhe me bashkëpunu veç me ne. Që ne ka dëshmërinë tonë, mos me morë për dopsi, për neve bashkëpunimi është vlerë, por jo do shmërë si që thash, nëse s'ka bashkëpunim proces, ka shkaktim procesit atër për ajrë ju koftë. Faleminderit shumë.